Përshëndetje, do të zgjidhim ushtrimet tek lidhjet kimike. Atëherë fillojmë me ushtrimin e parë. Lidhja që realizohet midis ioneve të metalit dhe elektroneve të lira quhet lidhje metalike. Atëherë është midis ioneve të metalit dhe elektroneve të lira që formonin strukturat kristalore. Pyetja e dytë, sa lidhje kimike formon atomi qendror në molekulën e tetraklorurit të karbonit? Atëherë në qendër kemi karbonin, i cili na vjen nga grupi 4A, pra ka 4 elektrone valentore. Të katërt formojnë çifte lidhëse me klorin, kështu që në këtë rast do kemi 4 lidhje kimike. Një lidhje kovalente është aq më dobët sa më e madhe të jetë gjatësia e lidhjes, në cilën nga molekulat e mëposhtme ka lidhje dyfishe. Atëherë fillojmë me molekulën e parë, kemi sulfurin e karbonit. Karbonin e dim që kemi të qëndrueshëm vetëm me duke plotësuar valencën 4, kështu që nga të dy anët do lidhet me sulfurin me lidhje dyfishe. Kjo do ta bëjë që të jetë edhe molekula e cila ka lidhje dyfishe. Kalojmë tek pesa, lidhja kimike e cila formohet midis atomit me formulë elektronike 3s1 tek shtresa e jashtme, që do thot në vjen nga grupi i parë A, dhe atomit të një elementi tjetër me formulë elektronike 3s2p5, që do thot jemi te grupi 7A, jo metal. Pra metal me jo metal të formojnë lidhjen ionike. Referuar forcave të bashkëveprimit ndërmolekular, forcat e Van der Waalsit në krahasim me forcat e lidhjes kovalente ionike dhe ato bashkërënditëse se janë shumë të dobëta, sepse edhe nga vetë termi janë bashkëveprimi ndërmolekular. Kalojmë tek pyetja 7, cila nga përbërjet formon lidhje hidrogjenore midis molekulave të saj. Atëherë ne kemi shpjeguar që lidhjet hidrogjenore formohen midis hidrogjenit, oksigjenit, hidrogjenit fluorit dhe hidrogjenit azotit. Pra 3 elementeve më elektronegativ. Në këtë rast shikojmë ku i kemi këto lidhjet. Do ishte tek pika C, ku kemi etanolin, një alkool i cili ka grupin hidroksid me lidhjen hidrogjenore. Pyetja 8, me atomin e cilit element atomi i bromit formon molekul me lidhje kovalente. Që të formojë me lidhje kovalente duhet të jetë jo metal, kështu që i vetmi jo metal këtu është hidrogjeni. Renditja molekulave sipas rritjes së pikës së vlimit, rritet sipas rritjes së masës molekulare. Kështu që nga fluori te jodi. Të 10, për të përcaktuar karakterin e një lidhjeje kimike mund të bazohemi tek ndryshimi i elektronegativitetit të atomeve që lidhen. Në bazë të delta N-s ne përcaktojmë në qoftë se është polare apo apolare. Cili nga pohimet nuk është i saktë. Atëherë tek A-ja thot klori ka lidhje kovalente jo polare. Kjo është e saktë sepse klori përbëhet nga 2 atome të njëjtit lloji. Tek B-ja, fluoruri kalcium ka lidhje kovalente, duke qenë se kalciumi është metal, fluori jo metal, atëherë lidhja që do të ishte këtu do ishte lidhje ionike, pra kjo është e gabuara. Shikojmë pyetjen 12, cili nga pohimet është i saktë. Atëherë shikojmë me radhë alternativat. Zona e mbulimit të orbitaleve është e vogël gjatë formimit të lidhjes sigma. Atëherë ne dim që është e madhe, më madhe se lidhja pi. Atëherë lidhja sigma është më e dobët dhe më pak e qëndrueshme. Dim që është më e fortë dhe më e qëndrueshme. Lidhja sigma realizohet nga mbulimi ansor i orbitaleve PY dhe PZ. Atëherë dim që lidhja sigma formohet nga orbitali SS, SPX dhe PX. Kështu që pohimi i saktë do jetë D-ja. Energjia e çliruar gjatë formimit të lidhjes sigma është më e madhe se energjia e çliruar gjatë formimit të lidhjes pi. Tek 13, moment dipolar të ndryshëm nga 0 ka molekula. Atëherë kur thot moment dipolar të ndryshëm nga 0, do të thotë që ne duhet të kemi të bëjmë me një molekul polare.
Nga përbërjet që kemi, përcaktojmë se cila është molekula polare, do ishte kloruri i fosforit, duke qenë se ne molekullë polare quajmë të gjitha molekulat ku atomi shëndror ka çifte vetjake. Pyetja 14. Nga komponimet e mëposhme nuk mund të formoj lidhje hidrogjenore me ujin. Atëherë, hidrogjen fluar formon të azot hidrogjen përsëri, kështu që do jetë C-ja, karbon hidrogjen nuk formon. Tretshmërinë më të lartë në ujë e ka, do ta ketë përbërja e cila ka lidhje hidrogjenore ose natyrë të njëjtë me ujin, kështu që në këtë rast amonjaku. Cila prej grimcave mund të formojë lidhje bashkërenditëse. Atëherë, lidhja bashkërenditëse ndryshe quhet edhe donor akseptor, që do thotë njëri prej përbërjes ose jonit duhet të ketë një orbital bosh dhe tjetri një çift elektronik që ta adhurojë. Tek opsionet që ne kemi do jetë përgjigjja A, sepse protoni i hidrogjenit ka orbitalin bosh që mund të pranojë për shembull nga amonjaku çiftin elektronik dhe formon jonin amon. Pyetja 17. Një nga lidhjet e mëposhme është polare. Atëherë, është më polare. Këtë do ta përcaktojmë nga elektronegativiteti. Neve kemi hidrogjenin me elementet e tjerë. Për shembull, tek pika e parë kemi 2.4 minus 2.1, 0.3. Atëherë çfarë presim ne? Duke qenë se shohim tek pika B që kemi një lidhje hidrogjenore, atëherë kjo që ka lidhjen hidrogjenore do jetë edhe më polarja. Në molekullën e butanit, thot atomet e karbonit janë, atëherë butani është alkan. Kështu që ne kemi thënë të alkanit të gjitha karbonet janë të ngopura, kështu që rrjedhimisht të gjithë karbonet janë të hibridizimit sp3. Forcat e Londonit janë më të mëdha midis molekulave. Atëherë këto janë më të mëdha forcat e Londonit aty ku është masa molekulare më e madhe. Kështu që në këtë rast do ishte tek bromi.